Sot rreth orës 2:30 në departamentin për punë të brendshme Gostivar, LM 20 vjeç nga Gostivari ka raportuar se rreth orës 1 në rrugën Goce Delçev është goditur nga një automjet udhëtarësh, pas së cilës nga automjeti kanë dalë 2 persona dhe e kanë sulmuar fizikisht, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje rreth orës 7:35 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në udhëkryqin e bulevardit Ilinden me rrugën Vëllezërit Milladinovi në Tetov, automjeti i udhëtarëve Volkswagen Turan me targa të Tetovës, i drejtuar nga AI 54 vjeç nga Tetova, ka goditur këmbësoren HQ 57 vjeç, po ashtu nga Tetova. Në aksident, lëndime të rënda trupore ka pësuar HQ të konstatuara edhe në spitalin klinik të Tetovës. Inspektimin në vendin e ngjarjes e ka kryer një ekip i sektorit për punë të brendshme Tetov. Gjatë ditës së djeshme në territorin e sektorit për punë të brendshme Tetov është realizuar kontrolli i automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 25 shofer, 17 nga Tetova dhe 8 nga Gostivari për parkim të parregullt, ndërsa 18 automjete, 11 nga Tetova dhe 7 nga Gostivari janë ngritur me automjetin special Merimang. Janë evidentuar edhe 59 lloje të tjera të kundërvajtjeve në trafik, 35 në Tetov dhe 24 në Gostivar.